na jemi hi aty për me dek. Kështu e kujton ish-minatori Recep Rahmani grevën 8 ditore në thellësitë e minierës së Trepçës për të mbrojtur kushtetutën e vitit 1974 dhe të drejtat e tyre. Edhe pas 37 viteve Rahmani nuk i harron sakrificat e shokëve të tij, të cilët ndonse disa edhe me probleme shëndetësore nuk kishin refuzuar të grevanin. Kur orë Hashim Parduzi u kon penzioner, ish dol penzion kur në bashkan gjithë ta. Hashim thash, a qa kujtën, tha, që ju lo vetëm, ju morë ha me dek me shok, mi, tha, që tu ka me dek, tha. Qysh ju lo, tha, le vetëm. Taj tjetra, muj të roja u konë, pa bykqës, nëntin horizont. Aj u konë smut spital, si u dal për spitali, ka një që mi met i norë. Ndërsa ish-minatori tjetër Ajat Tahiri tregon se minatorët nuk mendonin të delnin të gjallë, paralizuar kërkesat e tyre dhe të popullit shqiptar. Na s'kena mendu as me dal mo gjallë për realizuar të kërkesat tona. Po me shpres që po për mu bo ma mirë, nëse ne më rinë me dal si për faqin e tokës, për mu bu diçka ma mirë e ma letë, jo sa për neve si minator, por për gjithë Kosovën, popullin shqiptar. Kurse Selim Selimi tregon për vështirësitë që kishin nisur që në ditën e parë të punës. Do të na të këqijat, përëshë na fillum punën e kena fillu gjithë, po ato ditë na u vanu edhe pak rroga, po nuk kujtejshin që i për rrogin a mujuë. Anë nuk është ajo punë heqë. Edhe krerët shtetërore partijak përkujtuan 37 vjetorin e grevës së minatorëve, duke cilësuar atë si një moment të rëndësishëm në rrugën drejt lirisë dhe pavarësisë.